Tani si hobi më është bërë profesion dhe dikur stili jetesës. Kam nisë kur nuk ka pas as trepikshe, as semafora, as kosh me faull. Kam vazhduar në ligat të një shteti që më nuk ekziston, dhe në ligat të një shteti që po e themelonin vetë, pa ditë kur ajo ndër realizohet. Kam luajtur në beton, në sallat të sporteve dhe në palestrat të shkollave fillore. Kam transmetuar Ligën e Kosovës nga sallat e ftohta me telefon statik për radio. Kam transmetuar NBA dhe lojrat olimpike. Dhe 50 vjetat kam betur deri në fund të çerekut të parë. Mirë po, tregimi im nuk tregohet i vetëm, tregohet me shumë të tjerë që për 80 vite kanë kontribuar në basketbollin e Kosovës. Njëri për qëllim dokumentimit edhe të evidentimit është mirë më këthym fillim të karrierës, se mi ka flasim për pjesën e parë të 70-ave. A mund të nashta me përshkru situatën, ambientin për rreth Prishtinës. Klube, po më duket kanë qenë Prishtina, Universiteti Gjimnazisti, ka qenë elektricisti, obilishi, veç me përshkru për rreth Prishtinës që ka pas, në cilat fusha është lujt, a ka pas sallë qysh është dogë basketbolli? Pikërisht përmende një ekip me cilin kam filluar të luaj basketbol, ka qenë Obiliqi, aty ka qenë një fushë e betonit në cilin kemi luajtur, ndoshta ndonjëherë ka radhë shi, mirë po, kemi vazhduar lojën. Në anën tjetër, edhe në Prishtinë ka qenë po e njëjta situatë, sa i përket kushteve të lojës, do të thotë ndeshjet janë zhvilluar në beton, në Prishtinë është zhvilluar në stadiumin e sporteve të vogla. Kur e përmendet gjimnazistin është një fakt shumë interesant. Gjimnazisti themelohet nga basketbollist të gjimnazit, nga se në atë kohë trajner apo edhe profesori edukatës fizike ishte Bardhin Nushi, i cili themeloi këtë klub me vetmin qëllim që të inkuadroj basketbollit shqiptar, nga se një kolegi i tij që punonte poashtu në gjimnaz kishte thënë që shqiptarët nuk janë aq inteligjent për të marrë me basketboll. Kështu që fillon aty me 1970 gjimnazisti, më pastaj kalon të elektricisti, fuzionohet elektricisti me universitetin, dhe pas një kohë të shkurtër kalon në Elektro Kosova, e kështu me radhë, për të kaluar në vitet në përfundim të viteve 70-ta për të qenë në Prishtina. Gjatë periudhës pas ndeshjeve në beton, kalohet në palestër, në shkollën e lartë pedagogjike në atë kohë thirrje, dhe aty i zhvillonim ndeshjet e ligës së dytë, sidomos nga se në ligën e dytë atëherë nuk lejoi që të zhvillohen ndeshjet në beton. Situata ku bëhet tentimi parë për mu dok një ekip pak ma serios, përveç Budućnostit, MP dhe herë bashkimit ka qenë kur si universitet shkoni në Manastir me lujt kualifikime për ligë të dytë të Jugoslavisë, vinë dhe do veteran, po kryesisht djemë të ri, të cilë për herë të parë provoni çka është me lujt me ekipe të republikave të rajonit edhe me provu ligën e dytë. Është ballafaqimi parë nashta me përvojë me lojtar burra, ju keni qenë tinejdžera, çysh e kujton çan gjon? Në atë kohë unë kujtoj shumë me mall, nga se ka qenë fillimet e mia në një ekip që lufton për të gjendur një rang më të lartë, ka qenë Manastiri, më duket që kanë viti 72, sa më kujtohet, kam qenë 16 vjeçar dhe kam filluar aty të luaj, madje në fillim nuk kam luajtur, e kam zaventuar një basketbollist që ka qenë nga Peja, ka qenë ky Zanfir Kryeziu, edhe më pastaj gjithmonë kam qenë në peshën e parë dhe kam vazhduar. Nuk kemi arritur që të kalojmë, kemi luajtur kundër Slogës së Kralevës, se kemi mundur Budućnosin e Titogradit, tash Podgoricës, dhe në ndeshjen e fundit kur është vendosur se a do të kalojmë apo jo, me mladostin e
Manastirit e kemi humbur ndeshje, nuk ka pas gjasa që ta fillojmë ndeshje, kështu që jemi detyruar sërish të kthehemi në Ligën e Kosovës. Edhe që ajo është hapi parë kur shihet që duhet mu fuzionu, mu mbledh ekipet, nuk mjafton veç potenciali që e ka pas universiteti, edhe dikun 73-4 veç fillon të bëhet bashkë 4 me thonë që ka qenë bazë e ekipit, Karabegu, Valdet Spahia, ti edhe Ferit Zekolli. E para, qysh ka qenë reagimi kër e një po bashkë e dyta, a ki para minu që është fillimi e një, s'podi, miqësie, 50 vjeqar edhe një raporti 10 vjeqar në fush, non stop bashkë. Është interesant që për të krijuar një ekip të mirë, cilësor, me basketbolist që kanë qenë për qendra të ndryshme të Kosovës, Pejës, Prizrenit, pastaj edhe basketbolist të cilët kanë qenë emër në atë kohë, kanë ardhur në Prishtinë dhe është bërë një ekip shumë cilësor. Kujtohet shumë mirë, vërtet ka vazhduar një shoqëri e jona së bashku me këta emra si Ferit Zekolli, Ibrahim Karabegu, pastaj Valdet Spahia dhe tjerë, ka pas aty që kanë luajtur Veton Kajtazi, Osman Breca, Luan Qeku nga Prizreni, pastaj ka qenë edhe aty Faton Canhasi nga Gjakova, i cili ka ardhur si përforcim në Prishtinë, në Elektro Kosovë, mirë po nuk ka vazhduar, kështu që universiteti ka qenë një përbërje e lojtarëve më të mirë të Kosovës në atë kohë dhe rezultatet nuk kanë munguar as pak. Ndrohet sistemi i garave, bon 4 liga dyta edhe ju mundësohet që me hy në ligën e dytë jug, po flasim sezoni 74-75, ekipi në Ligë Krajinës, për Ligës Krajinës hyni Elektro Kosova edhe Budućnosti. Ju e kryni sezonin e veç një humbje në Ligë Krajinës, edhe duhet tash mu ballafaqu me ekipet Malit Zi, me ekipet Maqedonisë, sallat ngushta, Ligë e dytë popo, Ligë e fort, basketbol burnur, i ashpër, trajtim ju i mirë i referave, a ju edhe matutje 3, ose tinejgjera, ose 20 vjeqar, qysh kanë qenë që to, nuk e di, nashta do të toje, qysh janë organizu udhëtimet, qysh jeni prit, a keni pas hotele, qysh është, a keni pas momente problematike me publik, nuk di këshiq, Cetinje, Nivangrad, s'përi. Në Shkup. Shkup ose në Veles, ose e di që me Velesin keni pas në Ligë 3-4-5 vjetë rivalitet. Kumanovën. Është interesant në kohën kur jemi kyçur në Ligën e dytë jug, ndeshja e parë ka qenë kundër Iskra Kumanovës. Të papërvoj e kemi humbur atë takim, e kemi humbur edhe takime tjera, derisa në farë mënyrë jemi përmbledhur e kemi parë që ne nuk ngecim shumë nga këto skuadra, kështu që në pjesën e dytë të kampionatit kemi arritur që deri diku të balansohemi sa i përket ndeshjeve, fitoreve në krahasim me humbjet. Do thotë kanë qenë shumë momente të gëzueshme. Është interesant që këto udhëtime tona u bënën në të njëjtin ditë, madje në shumicën e këtyre ndeshjeve, ndeshjet u zhvillonin të dielave prej orës 10 në mëngjes. Më kujtohet një rast kur së bashku me Karabegun, pastaj me Zekollin, Spahinë dhe me të tjerët, kemi qëndruar në një disko të atëhershme, kemi qëndruar deri në orën 6 të mëngjesit, më pastaj kemi udhëtuar për Kumanov dhe për fat të mirë patëm fituar atë ndeshje. Do thotë kur udhëtonim në Mal të Zi, atëherë shkonim një natë përpara, ndërkaq në këto ndeshje në Shkup udhëtonim në të njëjtën ditë, kemi pas probleme, normalisht jemi ngacmuar apo kemi pasur probleme fizike, më kujtohet para një ndeshjes kundër Skopjes, MZT Skopjes në palestrën e shumë të njohur të basketbollit në atë kohë në palestrën e Rabotiçkit, kur gjatë ngrënjes drek vinë disa persona, na provokojnë dhe bëhet një hallakam, theme ashtu, në atë restoran. Mirë po për fat të mirë, përveç trajnerit i cili pëson një lëndim në hundën e tij që i ka mbetur pastaj deri në kohën kur është ndarë nga jeta, dhe momente shumë të vështira, nga se si duket ekipet nga Maqedonia
por edhe Malizi nuk ishin mësuar që të luajnë kundër ekipeve shqiptare, të cilët ishin shqiptarë dhe e përfaqësonin basketbollin e Kosovës dhe ishin lojtarë të nivelit ndoshta edhe më të mirë se ata. Mirë po, sa i përket një farë bashkëpunimi më i mirë i yni ka qenë me ekipet nga Malizi, sidomos me budueshnosin e Titogradit, kemi qenë të vllazëruar në një farë mënyre, nga se vetë trajneri dhe udhëheqësia e atëhershme e budueshnosit të Titogradit krijohen një miqësi dhe pas asaj miqësie rrjedh edhe një bashkëpunim shumë i mirë me budueshnosin e Titogradit, ndërkaq me këto ekipet e Maqedonisë me Iskra Kumanovën, pastaj kemi pasur një duel me slogan e Shkupit, ku ka pasur edhe shqiptar aty, megjithatë ka qenë një rrëmuje krijuar gjatë pjesës përfundimtare të lojës, nga se ishim në përparësi, mirë po çdo gjë pati përfunduar dhe pati fituar këtë ndeshje. Do thotë kemi hasur në shumë telashe, probleme gjatë këtyre udhëtimeve, mirë po fal gjithë udhëheqësisë që ka qenë me neve, ne nuk kemi menduar shumë se çfarë do të ndodhi me ne, nga sa ata kanë qenë të fokusuar në mbarvajtjen e këtyre ndeshjeve, por edhe në mbrojtjen e basketbollistëve, siç thatë, basketbollistë të ri, cilët 17, 18 vjeçar, 19, përveç Valdetit edhe Feridit që kanë qenë pak më të moshuar, 3 apo 5 vjet më të vjetër se sa unë, tjerët ishim gjithë basketbollistë të ri dhe kemi fituar një përvojë që përvojë me atë moshë, do thotë e cila na është nevojitër më pastaj në vazhdim të karrierës tonë. Ne situatë tjetër që është interesant nashta mu shpjegu për kohën që është basketbollistat janë rritë. Video nuk ka pas, nuk është që keni mujtë me pas që ka është kaluat në Evropë. Ka pas nashta najtë transmitim të Ligës Jugoslavisë, po në Kosovë as për ndeshjet kupës, tek ju keni fillu me lujtë me Metalsin e Valjevës e me do ekipet të elitës Jugoslavisë për me pa që është lujnë lojtarët më të mirë në atë vend. Ku u marë inspirimi, se di ku janë mësu teknikat, a je u ushtru vetë, që është mësu teknika shutit, që është mësu teknika vrapimit, a është improvizu shumë, a është lujtë në tandem shumë, a ka naj diçka që është interesant për nashta shikus të sotit? Është interesant që bashkëpunimi më të mirë e këm pas me Ibrahim Karabegun, edhe shoqëri, me pastaj udhëtimet tona, këto. Trajneri ynë, Baldur Nushi, nuk ka qenë trajner i cili ka pas përvojën, dijenin, sa i përket basketbollit. Ai në një farë mënyrë së bashku jemi ngritur edhe ai si trajner dhe ne si lojtar. Më kujtohet shumë mirë kur më thret para stërvitjes apo pas stërvitjes, nuk është shumë e rëndësishme, më thot Adinsi, ti duhet të shikosh Jugoplastikën, duhet të shikosh Sholmanin, Damir Sholman i emër i njohur i basketbollit në ish Jugosllavi, dhe thot si ai duhet të luash. Megjithatë, ndoshta diçka ka marrë nga ai, sidomos nga ekzekutimi i gjujtjeve të lira, kur Krusej, më pastaj gjujtjet e mia në tabel, kështu që jemi rritur edhe ne. E përmend këto ndeshjet kundër Metalsit, Vojvodinës dhe ekipeve tjera, të cilat kanë qenë në atë ligën e dytë, më pastaj formohet ajo liga e dytë lindje me ekipet nga Vojvodina, Serbia, Malizi, Maqedonia dhe Kosova, kur jemi përballë me ekipet që ishin në ligën e parë të ish Jugosllavisë, madje me shumë sukses. Më kujtohet ndeshjen kundër Metalsit, e patëm poshtur në Prishtinë, pastaj edhe Vojvodinën e patëm poshtë në Prishtinë. Më kujtohet atë ndeshje duke pas parasysh atë materialin që kemi siguruar nga gazeta e atëhershme Lindja, ku kam parë se sa pikë kam shënuar, i kisha harruar shumë gjëra, madje edhe ekipet tjera filluan që ta kthejnë kokën nga ne edhe nga lojtarët që ishim në ekipin e Elektro Kosovës, duke i mundur disa prej basketbollistëve që kanë qenë emra në atë kohë në ekipin e Vojvodinës, pastaj Metalsi dhe Valjevës. Metalsi Valjevës ishte me vëllezërit Kovačević në atë kohë, të cilët dominonin
apo ishin të pamposhtër një familje në Valev, ne imposhtin në Prishtinë, mirë po, kur udhtonim jashtë, atëherë ishin disi më ndryshe dhe gjithmonë një familje kemi humbur ato takimet që i zhvillonim jashtë. I vetmi ekip që nuk na është përshtat në atë kohën kur kemi qenë në ligën e dytë lindje, ka qenë IMT Beogradit, e cila na mposhte edhe në Prishtinë, por edhe në Beograd. Sa i përket kësaj ekziston një anekdot apo diçka e tillë që më është thënë për këto ndeshje, kanë ardhur për ta skautuar një familje lojën Prishtinës kundër një ekipi tjetër, dhe njëri prej tyre që ka qenë aty e ka mbyllur fletorën, ka thënë nuk po di se çfarë po luajnë këta, do thotë nuk e kam qartë se çfarë po luajnë, kështu që do të shohim se çfarë do të bëjmë me IMT-n, kështu që ata kanë qenë më të organizuar, kanë pas koncept lojës, gjithçka, e ne kemi qenë me atë furin tonë, me sulme të shpejta, me gjujtje të shpejta, dhe nuk ja kemi dalë me ta, mirë po me ekipe tjera që kanë qenë me renome, ja kemi dalë me shumë sukses. Është një, kur po thu, jemi zhvillu bashkë me trenerin, jemi rrit bashkë si lojtar, nëse shikon pikt, numri i pikve prej 75-6 sezonis, edhe 76-7, ti edhe Zekolli jeni lider për ka numri i pikve të shënuara bindshëm. Është ligë e dytë jug, mesatarën e keni përmi 25 pikë, shumicën e ndeshjeve prej këtë 30 që ka ku shkohet përmi 40 pikë. Që kjo ka qenë, se di, tranzicioni natyrshëm, qysh bëhet për mu fitu besimi i bashkëlojtarëve, qysh bëhet për mu fitu besimi edhe i trenerit, po manej edhe i publikut, e të ke fundit më ndërtu dhe vetë besimi që mundush me vazhdu me shutu edhe kur hen ashtë në serit keqe. Për shkak se po supozoj që shumica pikëve prej shutit janë dhënë në rastin të. Është një gjë shumë interesante nga se bashkëpunimi i lojtarëve ka qenë shumë i mirë. Madje këto pikë të shënuara kanë qenë sidomos nga tabela, bashkëpunimi i mirë me Ferit Zekollin. Kemi qenë një ekip kompakt, nuk është shikuar se kush do të shënojmë më tepër pikë apo më pak. Une dhe Zekolli kemi qenë ata më të mirët, mund të them lirisht, sa i përket pikëve të shënuar dhe sa i përket rezultateve që ka arritur Elektrokosova me pastaj Prishtina. Mirë po, rritja jonë vjen nga një përvojë e fituar që nga mosha 16 veçare. Dhe me pastaj, edhe me moshë 18, 19 dhe 20 vjetë, të fiton një përvojë që nuk ka vetbesimi, është vetbesimi aty, normalisht që edhe gjujtje duhet të jenë ato precize që kanë pasur raste që shënojmë edhe për mbi 30 pikë, treshen nuk ka pas, po të kishte treshen do të shënojnë më tepër, si do shtë loja basketbollit nuk ka qenë e tillë çfarë është sot në këtë moment. Nuk kemi punuar shumë në gjim, nuk ka pasur stërvitje të tilla, mirë po ka qenë, nuk kemi qenë shumë muskuloz, mirë po loja më duket që në atë kohë ka qenë shumë atraktive, me mbrojtje, ndoshta jo shumë të forta si që janë tani, mirë po ka qenë vërtet një mundësi e mirë që të fitohet e përvojë me pastaj edhe ajo që të linë një familje që thojnë për mua që e kom pas dorën shumë të butë, edhe prej asaj dore të butë kanë ardhur dhe pikët e shënuara për këto ndeshje. Nëse më lejohet, unë do të përmendja një rast shumë interesant që më ka lënë shumë bresa kundër ekipit Radnički LMK. Kjo ka qenë në vitet 72-73, kur kemi luajtur në kupën e ish Jugosllavisë. Aty kanë qenë lojtarë të cilët një familje ka qenë edhe reprezentues. Në atë ndeshje kam shënuar 21 pikë që nuk e kam ditur, mirë po e ka kuptuar. Ma pastaj vjen një ndeshje tjetër miqësore, apo dy ndeshje që i kishim kundër Partizanit të Beogradit, u shënoj 32 pikë, jap 100% që tim i motivuar nga se në ekipin kundërshtar kishte emra të basketbollit evropian, Kiçanović, Dalipagić edhe lojtarë tjerë, ku shënoj 32 pikë, më pastaj vjen ndeshja tjetër ku më thojnë që njëri prej lojtarëve të Partizanit ka qenë Kerkes,
më tha që unë do të jem ai që do të përkujdesem për ty dhe do të luaj një mbrojtje më të fortë dhe mos ma zi për të madhen këtë detyre kam nga trajneri Ranko Zheravica dhe na deshe po ashtu unë e shënoj 34 pikë tjera dhe në përfundim të pjesës e parë gjuhej nga gjysma e fushës dhe shënoj është dhe gëzimi shumë i madh i imi, por edhe i shumë tifozëve të cilët ishin aty. Më pastaj vjen një farë bashkëlojtarë apo lojtarët e Partizanit thonë që prej javës së ardhshme ti do të jesh me ne dhe do të jesh basketbollist i Partizanit, kjo që nuk ndodhi, kjo nuk ka ndodhur edhe me kolegun tim Ibrahim Karabegun, cilin nuk i kemi pasur fatin që të shkojmë nga se na është ndaluar, nuk ka pasur menaxher të cilët do të kujdesin për këto kalime, kështu që kam mbetur në Kosovë dhe në një farë mënyre jam zhgënjur dhe dëshpëruar paksa deri në momentin kur ftohem nga Rabotniqki që ndroj atje diku 4 muaj dhe më pastaj sërish nuk më jepet të flet regjistrimi dhe filloj dal nga dal të dëshpërohem dhe të mos jem ai që kam qenë, do të thotë në vitin 1980 kam pasur vetëm 24 vjet, nuk luaj, shkoj në shërbim ushtarak, kthehem, shkoj në ekipe tjera, do thotë fillon karriera ime të zbehet dal nga dal për shkak të motivit të vogël që kam pasur më pastaj pas mos shkuarjes apo në këto ekipe. Kam pasur njëjtën rast edhe me Zarën që është dashur të shkoj së bashku me Ferit Zekollin, mirë po ndodh diçka e njëjta, kështu që mbetem në Prishtinë. Para Zarës dhe para Rabotniqkit i kthehemi edhe një herë që aty në detajeve, po është 76-7 sezoni, duket që fillon si çdo sezon tjetër. Domethënë e hupni një ndeshje pa lidhje prej Budućnostit Pejës, e hupni edhe një ndeshje pa lidhje më duket me Borcin e Tito Velesit, edhe në fund e kryni 3 ekipet, Kumanova, Budućnosti, Podgori i Titogradit, edhe ju e përfundoni sezonin 13 fitore 5 humbje. Edhe duhet shkohet në nish turnes suplementar kush më po kampion i ligës Jug. Diçka që nashta as ti se ke ditë, në hulumtim e gjeta, Korica, referi, njëjti që ju ka referu në Manastir, para meno, edhe në Manastir ju ka referu në kualifikime, edhe këtu ju referon, edhe realisht është raporti i rilindjes të cilit duhet me i besu që e ka fliq lojën, Zekolli flet problemet që i ka pas edhe me Sazdovin, edhe me atjetrin. Blerim, atëherë s'po besoj që e keni pas i udhë kryq të karierës, atëherë e keni pas i një humbje, po a menon sot që ka qenë shanca e madhe e lëshuar qysheshe qatë ndeshje në raport me krejt ato që e ka pasu karierën jo vestondën. Të edhe të Karabekit nashta edhe të Zekolli s'paku e mrin në sezon ligë të parë, po ju tjertë keni met në liga tjera. Është një kujtim që nuk kam dëshirë shumë të mbaj në mend, megjithatë ka qenë situata e tillë kur 3 ekipe kemi shkuar në nish për të luajtur ndërmjet vete për të qenë pozitën e parë ku shkojë në kualifikime. Korica dhe Petrović, 2 gjyqtar nga Beogradi, e kishin qëllimin kryesor që mos na lejonin që të bëjmë diçka në ato ndeshje. Ndeshja me Iskra Kumanovën ishte një ndeshje ku Ferit Zekolli ishte i pagabushëm në pjesën e parë. Në pjesën e dytë kjo kalon te unë, mirë po u pasi gjyqtari Korica së bashku me Petrovićin nuk do ta lejonin neve që ta fitonin në ndeshje. Edhe pse kishim me përsi, më pastaj kalonte në përsi ekipi i Kumanovës, në kujtohet Bocevski, ka qenë njëri për basketbollistë që ka luajtur paksa edhe në ekipin e Jugosllavisë, dhe kujtohet ai momenti kur ngarkohem me personalen e 5, faulohem, Korica apo Petrović e ngrit 5 gishtrin, 5 që ishte numri i Bocevskit, dhe shet që Bocevski ishte 4 personale. Dhe me njerë ngrit edhe 4 edhe numri 9 edhe me largon nga leve. Unë, si ri, si s'po di, një reagimi imi pas përfundimit të lojës, e sulmoj
gjyqtarin Petrovic, më pastaj e heki fanelën, kështu s'ka pa kërkush aty se çfarë po ndodh, dhe dënohem 1 vjet për shkak të atij incidenti. Më vonë, dikur viteve të kaluara, disa prej atyre që kanë qenë pjesë e asaj ndeshje kanë thënë që po të luanim 1 muaj nuk do ta fitonim ndeshjen. Kështu që në atë kohë kemi pasur ekipin shumë të mirë, ekip që ndoshta do të mund të bënte diçka edhe do të kualifikohej edhe në elitën e basketbollit të Kosovës, megjithatë kjo nuk ka ndodhur për shkak të këtyre referëve të cilët kanë qenë të përcaktuar se kush mund të kaloj më tutje. Edhe suspendimi për 1 vjet, që kjo është periudha kur shkon Zekolli në Zar, edhe bile po më duket që si kompenzim që e marrin Zekollin ata si Tom Shpërblim, ju thirr Zara një 10 ditë ose çështu diçka. Në përgatitje për sezonin e ardhshëm, edhe pse ke qenë suspenduar, shkon atje luni me Bokelin edhe me një ekip tjetër, edhe mandej edhe do miqësore. Prap një farë konfirmimi që jeni aty diku, jeni ekip që mund të bëni diçka, edhe po më duket që tu mandej hin në lojë mas pari politika, pse nuk mundeni mu zhvillu ma shumë, edhe e dyta vjen momenti kur zhvillohet një vetëmi lojtar që është klasë ndërkombëtare që është rrit në Kosovë, deri kur vjen Dardan Berisha, e kam fjalën për Zufer Avdin. Një portier i Ramiz Sadikut vjen me juve, Zekolli në Zar, ti suspendum, edhe ai shpërthen. A e ki po që është potencial i madh, ose tjetra, kur e ki po ato, tu shkëlqyja, a i keni vajtu shanset e juja të humbën, s'po di që me formulu. Jo, absolutisht jo, Zufer Avdia ka qenë një bashkëlojtari i lojtari cili ka shpërthyer në atë kohë kur kam qenë unë i dënuar edhe Zekolli ka shkuar në Zar. Do thotë pozicioni i tij që ka luajtur nuk ka mund të zaventësoj askush. Megjithatë ai fal një loje, një kontributit të madh të Valdes Pais dhe lojtarëve tjetër, Jusuf Nushit e këtyre, ai ka qenë lojtar që është ngritur edhe është formuar në ato ndeshje në të cilat ndoshta ka luajtur dikun 40 minuta, nuk është zaventësuar. Megjithatë ka pas potencial ka pas, nga sa ai prej shkollës mesme për gjimnazit ka kaluar në elektricist, ka luajtur në beton, më pastaj ka ardhur tek ne. Vlen të cekët, Zufer Avdia bën një karrierë vërtet të suksesshme, fal edhe mundësisë që ka pasur që në momentin më të rëndësishme për karrierën e tij si 19 vjeçar apo 20 vjeçar, nuk më kujtohet, ka shkuar në Zvezdë të Beogradit. Jo me dëshirën e madhe të trajnerit për ta lëshuar, megjithatë rrethonat ishin të tilla ku nuk mund të ndalojë për të shkuar në Crvena Zvezda. Ai bën atje një karrierë të suksesshme, ftohet edhe në reprezentacionin A të Jugosllavisë, fiton medaljen e bronzë, pastaj zhvillon atë karrierën e vet, jo me ndonjë sukses shumë të madh pas Zvezdës, kalon pastaj në Izrael, në Tel Aviv, kështu me radhë. Mirë po, kur ka qenë këtu në pas viteve të pas luftës, kemi komunikuar, kemi qenë bashkë. Ai ka qenë së bashku me një klub të handbollit të Izraelit që kishte për të zhvilluar ndeshje kundër vushtrisë, dhe aty jemi takuar, kemi shkëmbyer shumë informacione që kemi pasur ne, por jo edhe ai, kështu që me ëndje është takuar me ne, më pastaj kemi humbur çdo kontakt me të dhe ai ka jetuar më pastaj në Izrael, në Tel Aviv, dhe është shpallur heroj i Izraelit, nga se nuk e ka lëshuar vendin kur është bombarduar Izraeli, jo pse ai ka dashur të jetë aty, megjithatë nuk ka pasur mënyrë se si të largohet nga Izraeli, kështu që bën edhe atje një karrierë, i lind djali Deni Avdia. Për ata që përcjellin shumë basketbollin, e di që Deni Avdia është njëri për basketbollistëve me shumë perspektivë, lojtar shumë i mirë në NBA, që është ëndër e shumë basketbollistëve të cilët luajnë dhe merren me basketboll. Kështu që Zuferi ndoshta nuk ka arritur nivelin e tij, nuk ka pasur ndonjë teknikë, po saqë më mirë, po ka qenë gjithmonë afër aty ku ka qenë
edhe topi. Pas rikthimit tim, më parë pikët i shënonim unë e Zekolli, më pastaj pas kalimit të dënimit, pikët i shënonim unë dhe Zufer Avdia. Kështu që ka qenë një kombinim shumë i mirë, ka qenë një bashkëlytar që ka respektuar, por edhe ne kemi respektuar, nuk kemi pasur hatërmbetje ndaj njëri tjetrit, me rëndësi për ne ka qenë rezultatet e ekipit tonë. Më kujtohet në ndeshjen e parë pas një viti pushim e luajm kundër Ivangradit, dëshira e madhe ishte që të luaj, të paraqitem para publikut dhe në ndeshjen me Ivangradin shënoi 39 pikë. Edhe vjen Rabotnički Leqiqi, trener, një prej trenerave të mëdhej në kuptimin e menaxhimit të ekipit, edhe në kuptimin e udhëheqjes, lojës, edhe në kuptimin e kushtimisht me thonë kopuklëkut, manguplëkut në fush, po treneri cili, qëto po du me ditë, sa ka pas nerva për një Kosovar që s'është fort teknikisht i avancum, e ka veç një talent madh për sidomos për lojë ofanzive, edhe qysh ka qenë që kjo periudha tu prit letlëshimi, ndërkohë po ushtron edhe po matësh në baza ditore me lojtarë që janë liga e parë e Jugosllavisë. Kryshin Leqiqi ka qenë interesuar shumë për mua për të kaluar në Rabotnički. Kujtohet 2 vite para se shkoj në Rabotnički, kemi qenë të ftuar si përforcime në një turne që është zhvilluar atëherë në Jugosllavi, ka qenë në Subotic, turneu Trofej Novosti, ashtu është quajtur. Zekolli dhe unë kemi luajtur në atë ekip, madje në njërin prej ndeshjeve Zekolli ka shënuar 16 pikën e 14. Do thotë, çdo herë kur ka ardhur në Prishtinë ka pyetur ku mund ta takoj Vunicin. Kështu që ka qenë i interesuar shumë për të kaluar unë atje. Me siguri kam pëlqyer, nga se në ndeshje që kemi zhvilluar kundër Rabotničkit edhe ekipeve tjera të Maqedonisë, kam qenë njëri prej atyre që kam shënuar më së shumti pikë, kështu që dhe ati ka rënë sy dhe kam shkuar, më kaftuar pa dijenin e klubit. Do thotë unë nuk kam komunikuar me klubin atë kohë, nga se nuk më kam pëlqyer disa gjëra që ka ndodhur dhe kam shkuar në Rabotnički, kam qëndruar 4 muaj duke zhvilluar edhe ndeshje përgatitore, por edhe përgatitje kemi qenë në Kranjska Gorë dhe kthehem në Shkup. Atje kemi zhvilluar, para se të kthehemi në Shkup, edhe në Bullgari kemi zhvilluar ndeshje miqësore, ndërkombëtare, padyshim, dhe kthehemi në Shkup, luajm para fillimit të kampionatit, dikun kanë qenë 2 apo 3 javë, luajm kundër Borçit të Çarçakut dhe në atë ndeshje nuk luaj asnjë sekond. Dhe diçka kuptoj që diçka nuk është duke funksionuar si duhet. Dhe unë pas asaj ndeshje, shkoj në atë banesin ku e kom pas në Shkup, i marr gjitha gjërat në mëngjes autobusit në Prishtinë. Edhe ai asnjëherë nuk e ka kuptuar pse kam bërë atë veprim. Ka thirrur, ka ardhur në Prishtinë, më ka kërkuar, megjithatë unë nuk kam qenë lojtar që jam mësuar që të qëndroj në bank për aq kohë dhe kanë kuptuar që ndoshta është probleme që nuk do të më lëshojnë apo nuk do të më japin flet regjistrimin për të kaluar në një ligë elite çfarë ka qenë elita e basketbollit të Jugosllavisë. E Rabotnički në atë kohë ka pasur lojtar që kanë qenë përforcime nga Zvezda. Në atë kampionat ka përfunduar kampionatin në pozitën e 5. Për fat të keq, nuk kam arritur që të jem pjesë e një elite që e kam ndruar gjatë tërë kohës për të kaluar në një ekip çfarë ka qenë Rabotnički, por edhe ekipe tjera. Edhe fuzionohet Elektro Kosova me Prishtinën, realisht pritet që mulzhu edhe një infuzion i pareve, ka qenë disponimi mirë në futbol, Trefça ka lujt në ligë të parë, hinë e bjen, Prishtina fillon me ndërtu diçka ma serioze, hinë në 82-3 në sezon, hinë në ligë të parë, boksi ka qenë në ligë të parë dhe ka qenë kampion, ka pas edhe medalist botnor,
në 84 të Azizi fiton edhe medalje olimpike, vret që ka mundësi mu lëshu parja e madhe. Pse u huq mundësia në 80-at, parja e madhe edhe investimi mu kapitalizu edhe në basketbol. A ka qenë insistimi trenerit, organizimi keq i kryesis, insistimi me pas në ashta shqiptar në ekipe mos me pas lojtar të pozitave tjera që ju kishin ndihmu, a mundur sot me kthy në retrospektiv. Po flasim për gjërat vogla, për ndeshjet humbuna për pak. Mund të them që kemi pasur një rast shumë të mirë që në atë kohë një kompani apo një organizati cila ka qenë shumë e fortë në Kosovë ka qenë Eksim Kosi. Ata kanë pranuar që na marrin ne gjithë basketbollit na punsojnë aty, më pastaj ne të merrem me basketbollit të sigurojmë në farë mënyrë jetesën tonë. Mirë po ata kanë kërkuar që gjysma e kryesisë së atëhershme të Prishtinës dhe të mbetet dhe gjysma e kryesisë tjetër të bëhet nga Eksim Kosi. Mirë po, duke pas parasysh që ndoshta mund të ndodhin gjëra që ndoshta trajneri atëhershëm Bardhynushi do të largohej, do të vijë ndonjë trajner më shumë me përvojë, me dijeni shumë më të madhe, nuk ka ndodhur ajo, do thotë insistimi ka qenë që të mbetet situata çfarë ka qenë atë moment. Neve me siguri që do të kalojnë shumë më mirë edhe materialisht edhe gjithsesi më mirë sa i përket edhe rezultateve. Mirë po, dëshira një personi, 2 apo 3 sa kanë qenë kryesinë e atëhershme nuk kanë lejuar duke ditur që mund të largohen krejtësisht pas një periudhe. Kështu që kemi mbetur në një klub që ka pasur shumë probleme financiare. Probleme financiare që ndoshta shpesh edhe ne duke mos pasur mundësi që të vim deri te mjetet në mënyra tjera, për të punuar diçka, kemi pasur probleme dhe kështu që probleme ka pasur edhe brenda ekipit, nuk ka qenë më entuziazmi i tillë që të vazhdojmë, të luajmë, të stërvisim si duhet, kështu që aty fillon një farë rënje e basketbollit apo neve që kemi pasur dëshirë për të bërë diçka dhe për të kaluar shumë më tepër, shumë më lart në basketboll, në është mohuar kjo mundësi, në është mohuar mua Karabegut shumë mundësi tjera që nuk kemi pasur mundësi të realizojmë. Fal asaj që tani është më lehtë, nuk ka pasur menaxher që do të përkujdeseshin shumë më tepër për neve. Është përkujdesur vetëm një njeri dhe ka shikuar interesin e vetë, jo interesin e bashkëlojtarëve të mi apo lojtarëve që kanë qenë bashkëlojtarë të mi në atë kohë. Një 2 pyetje në vazhdim po du t'i bëj jashtë ndoshta karrierës tonë direkt, po është interesant për punë dokumentarit edhe me ilustru ambientin basketbollistik. 76-ën edhe Universiteti Femnat edhe Zveçani Femnat hynë në ligë të parë të Jugosllavisë të femnave, atëherë ka qenë edhe liga parë ka qenë e ndame mandej në pjesën e dytë bashkoheshin. Dëshmohet që mundet mu kriju ato ka lytë 8 vjetë mandej në ligë të parë. Dëshmohet që mundet mu bo diçka e mirë edhe në Kosovë. Dikush thot që ka qenë projekti Ismet Shumanovicit krejt, dikush thot që veç kanë qëllu Jelica edhe Resmia që kanë qenë super talente, u kry muhabeti, po shembull i tillë ka pas. E para qysh e keni pas që të ngritjet të ekipit femnave është mirë me marrë në vlerësim tondin, s'kom dëgju të folin publik për çdo punë, edhe e dyta, po më intereson ç'kjo mundësia pse nuk edhe pse kish pare, nuk kish mundësi mu zhvillu trenera. Na ka flasim për Shoshkiqin e Mpej, për Bardhynushin këtu, edhe krejt këta tjertë realisht, edhe Shumanovici, edhe Ismet Kurteshi, edhe qa ka pos tjetër, një 2 sezona dhe Agim Kasapolli silën ka ekipi femnave, Cobi ka qenë në Zveçan edhe në Trepç, jo trenera cilësora, ki diagnozë që ta shbilerim, pse s'po ishim teknikisht mu zhvillu. Trajnerët kanë qenë ata që kanë vendosur për gjithë shka. Do të thotë, ata kanë vendosur për financa, ata kanë vendosur për lojtarët cilët do t'jenë në ekip, gjithë shka. Do të thotë, ata kanë qenë kryesorët, edhe kryetar, edhe arkatar, edhe gjithë shka.
Sa i përket ekipit të femrave të universitetit, jo rastisht ka ardhur deri te shpërthimi i tyre dhe ardhja e tyre dhe kualifikimi në ligën e parë të Jugosllavisë. Ismet Shumanović është njëri prej atyre që ka bërë gjithçka që universiteti të jetë në nivelin që ka qenë. Jelica Komnenović apo Milica Komnenović dhe lojtarë të tjera, ato janë në gaduarat e Ismet Shumanovićit, kanë kaluar dhe janë bërë basketbolliste. Nuk duhet harruar asnjë moment Resmije Unikun, pastaj vjen edhe Gjevaire Mustafa, vjen Shemsie Stubla, Serbeze Perani, do thotë puna çfarë ka bërë Ismet Shumanović është më i merituari për të arritur këtë sukses. E sa i përket ekipeve tjera apo sportit që është ngritur dhe mjetet shumëta që janë dhënë në boks, në futboll, edhe paksa në universitetin. Mirë po të meshkujt nuk ka qenë kjo situatë. Nuk kanë ndruar trajnerët, nga se ata kanë qenë pronarët kryesor të ekipeve, nuk kanë shkolluar, madje është dashur ndoshta para ndonjë kampionati të shkojnë ndonjë kurs të shkurtër për të marrë atë licencën. Kanë dominuar Bardhynushi dhe Shoshkić, përmende. Shoshkić ka qenë një nacionalist shumë i madh. Madje rivaliteti pasardhës së Shoshkićit ka qenë shumë i madh dhe madje ka pasur edhe probleme gjatë ndeshjeve ndërmjet Prishtinës apo të Kosovës dhe Budućnostit apo Prishtinës dhe Budućnostit. Madje ndeshje, nga se ndeshjet u zhvillonin shumica e ndeshjeve Budućnosti dhe Prishtina normalisht u zhvillonin në Prishtinë, për të pasur mundësi një përparësie të fushës, Budućnosti zhvillon ndeshjen në Shkup kundër nesh dhe aty e humbim atë ndeshje prapë në një farë mënyre me ndivesën e referve në atë përballje, nga se gjitha rrethonat ishin krijuar që ne ta humbim atë ndeshje. Rivaliteti ka qenë aq i madh ndërmjet dy trajnerëve në kohën kur pa të ardhur një kolegj amerikan për të zhvilluar ndeshje miqësore kundër Kosovës, kundër reprezentacionit të Kosovës në atë kohë, neve nuk na është lejuar basketbollistë që janë të Prishtinës të luajmë në atë ndeshje, për shkak që rolin kryesor e ka marrë si seleksionues e ka marrë Shoshkić, ndërkaq Bardhynushi nuk na ka lejuar. Edhe është interesant që është ajo ndoshta ndeshja e parë që është transmetuar drejt për drejt në radio televizionin e Prishtinës, kështu që ne shumica jonë kemi qenë aty shikues dhe e di se si e kemi përjetuar shumë rënd mungesën tonë për të luajtur para atyre tifozëve që kanë qenë aty, por edhe para shikuesve para në televizor. Përndryshe, po mëgjetë dhe një ndeshje tjetër të seleksioneve të Kosovës dhe Malit Zi, edhe kishtë qenë kontra situata. Atëherë lojtarët e Budućnosit 5 nuk i kishtë lënë Shoshkiçi me lujt për seleksion të Kosovës, mos gabofsha që 70 është nëse gjatë fletonta e pabesueshme çfarë tregime. Kallëzom qysh përfundove në ekip fabrikës autopjesëve? Pas përfundimit të shërbimit ushtarak vjen një ofertë, nga se Rami Sadiku kalon në ligën e dytë dhe ata shohin që unë jam përforcimi adekuat për ta. Nuk isha më pengesa për të kaluar, nga se kishte kaluar një vjet në shërbimin ushtarak, isha i lirë sa i përket përzgjedhjes së ekipit dhe shkoj në Pej në ekipin e Rami Sadikut, një ekip simpatik, mund të themi ashtu, një ekip i përbërë prej lojtarëve të ish Budućnosit, pastaj edhe ekipi tjetër Pejan më duket ka qenë Besa, sa më kujtohet. Si do shtet, bëhem një ekip dhe luajmë në ligën e dytë, mirë po nuk i vazhdojmë garat, i ndërprejmë për shkak të rrethonave financiare që ishin aty. E unë shkoja në Pej ditën e ente, ndeshjet u zhvillohen të shtunën, mirë po kam qenë prap ai lojtar që gjithçka ka qenë rreth meje, nga se kam shënuar shumë pikë dhe është pritur dhe kontributi im ka qenë shumë i madh. Më kujtohet, nëse më lejohet, më kujtohet një ndeshje kundër Primorjes në Herceg-Novi, luhet ndeshja në vazhdime, gjyqtari ishte, apo referi ishte Tajar Rifati, dhe në farë mënyrë i ndihmon paksa skuadrës Primorjes së Herceg-Novit, nga se ishim shumë afër për të shënuar fitore në
ato momentet e fundit, ndikon paksa dhe përfundon ndeshja, ne kthehemi për në pej, mirë po mbetet Taj Arifati nuk ishte me çka të kthehen pas përfundimit të ndeshjes dhe disa prej bashkëlitarëve të mi nuk e lejojnë, thënë jo, ky na ka ndeshjen, nuk ne. Unë kam qenë këmbgulës dhe kam thonë që janë këto momente që duhet harron, duhet vije Taj Arifati me ne dhe të kthehemi në pej. Ka pas momente cilat kanë qenë interesante dhe ndeshjet janë zhvilluar në Gjakov. Nga se palestra e sporteve në Karagash e ka pasur të prishur semaforin që ndodhë tash vitin e kaluar, do të nuk kanë fat me këta semafor dhe jemi detyruar që ndeshjet si vendas të luajmë të zhvillojmë në Gjakov. Vjen një epizod tjetër i rëndësishëm, prapë ndodhë sistemi i garave. Liga parë B ndohet në 2 grupe, ligën e parë B lindje, me automatizëm shkon kampioni Krajinës, po luhet një turnir kualifikues Trepça e fiton. Edhe në sezonin 84-5 bëni pjesë e Trepçës, që kjo është kohë kur saj ki pas 28-9 vjetë në atë kohë, është kohë kur ishe dash me mri pjekurin maksimale si lojtarë, me ditë deri ku shkojnë edhe kufit, edhe kur është basketbolli full time, edhe kur është nashta hobi, po supozoj që paret kanë qenë mirë, edhe po mduket që kur gjë tjetër s'ka qenë mirë, nashta veç financimi prej kombinatit ka qenë rregull edhe krejt e mrapsaniz edhe para fillimit të sezonit. A e konsideron shans të humbun, apo s'keni pas mundësi dhe ashtu me bo diçka? Unë mendoj që shkuarja në Trepçë ka qenë në kohën kur ka qenë i pjekur si lojtarë gjithçka, mirë po ndodhin gjërat në cilat një farë mënyrë nuk i kam ndëruar padrejtësit. Kam reaguar gjithmonë, ka qenë edhe kjo me Ismet Shomanovicin, i cili vije nga ekipi femrave për të drejtuar meshkujt, ai kishte pas një karrierë shumë të gjatë me femrat, ndërkohë me meshkujt për është hera e parë. Konflikti im me të ka qenë në përgatitje, ku me siguri kam thënë diçka më tepër se sa që lejon trajneri dhe më ka përjashtuar nga përgatitjet. Jam kthyer në Prishtinë, më pastaj kur jam kthyer kam vazhduar me përgatitjet dhe me ndeshjet që janë zhvilluar. Madje në ndeshjen e parë më duket që më kanë futur në lojë dikun pjesën e dytë 4-5 minuta, kështu me radhë, derisa është zamensuar Ismet Shumanovic me Ismet Kurteshin, aty kam pasur minutazh më të madhe, madje në një prej raporteve të gazetës Rilindje, thuhet që në pjesën e dytë kur janë futur në lojë kundër një ekipi, nuk më kujtohet tash, në pjesën e dytë i kam shënuar 17 pikë dhe kam ngjallur ekipin dhe kemi fituar ndeshje. Në të shumtën e ndeshjeve kam shënuar pikë së bashku me Miladinovicin, atje që ka qenë basketbollisti i Trepçës, kështu që edhe me Trepçën nuk kemi arritur të bëjmë diçka më tepër, nga se situata ka qenë e tillë, është interesant që nuk kemi mirëpritur ne kur kemi shkuar në Mitrovic në Trepçë, nga se aty ishin mësuar që dominojnë basketbollistët serb, dhe ka me shkuarjen tonë me Karabegut, me Peranit, pastaj Ferit Zekollit, Timin, edhe disa basketbollistë të ri që kanë qenë aty, Besim Maxhuni, pastaj edhe Nai Marizi dhe disa të tjerë, e kanë kuptuar si një mundësi e humbjes si identitetit që e kanë krijuar në atë kohë për Trepçën, kështu që edhe aty e përfundoi sezonin më herët, nga se ka qenë i pakënaqur edhe me minutazh, edhe me trajtimin që na është bërë në atë kohë dhe e kam lënë edhe skuadrën e Trepçës në një farë mënyre, nuk kam qenë shumë i kënaqur me atë që me atë që na ka rrethuar në atë kohë, dhe pse kontributi im ka qenë shumë i madh. Madje është interesant që askush apo pak kush e ka ditur që kam qenë edhe basketbollisti i Trepçës, madje disa e çuditur nuk e kanë ditur, kështu që kam luajtur edhe në Pej, edhe në Mitrovic, Prishtinë, më pastaj vinë edhe 2 ndeshje miqësore që i kam zhvilluar
me bashkimin e Prizrenit dhe me vllaznimin nuk e kam ditur, e kam mësuar këtë nga basketbollisti i asaj kohë Vllaznim Raci, që më ka thënë që ka qenë përforcim, kam qenë përforcim me atë ekipin e kundër një ekipit Polonis, kam qenë përforcim së bashku me Zoferadis. Një farë mënyrë kam qenë në të gjitha ekipet Kosovës që janë të rëndësishme me historikun e tyre në basketbol, kështu që shumë i kënaqur me atë që kam qenë pjesë e këtyre ekipeve, mendoj që me sukses i kam zhvilluar këto ndeshje dhe ajo që është pritur nga unë e kam dhënë maksimumin. Edhe qëtash, në kushte normale, i çdo është një karrierë me shku të jarë fundit, atër që është lujtë basketbol i amator, mu koncentru me gjetë një punë, eventualisht nëse rrinë në basketbol, me qëndru si trener, që kjo është pjesa interesante. Si trener, fillon me punu me ekip të femnave, edhe për një herë, po më duket, je prej pak aty në që në CV e ki që ki lujt me si trener e ki udhëheq ekipën kundër kampionit të Evropës, kundër Pop 84-shit. E para, kur ke fillu, a është diçka që mos t'ish prish Jugoslavia, mos t'ish prish sistemi, kishe pas nerva me udhëheq ekip, tu e ditë që si lojtar ki qenë temperament, edhe dyta për balë pa qeverisë të kompanisë që zherë me Pop 84-shin punë. Ko jemi të trajner, fillimet e mia si trajner ka qenë me ekipin e femrave, në atë kohë në Ligën e parë B, më duket ka qenë ndihmësimi, ka qenë Ervren Slavniku, ish basketbollist i Slogës së Shkupit, pastaj edhe i Prishtinës. Me të kemi filluar, kemi pasur disa rezultate, mirë po vetë përbërja e ekipit nuk ka qenë e tillë që të bëjë diçka më tepër. Edhe aty në një mënyrë shpërndahet, shpërtallohet, sa i përket kësaj që e përmendet Pop 84-shin, ishim gjithë lojtarët e shkapërdelur. Mirë po vjen një ofertë, më pastaj e kuptoj pas këtyre intervistave që kam bërë me Mitat Belegun, ai thotë që unë kam qenë iniciatori kryesor që Prishtina të shkoj të zhvilloj këtë ndeshje, jo Fush Kosova që më duket që ishte kampioni në atë kohë. Kështu që ne i mbledhim gjithë lojtarët. Të vëdhët, Prishtina ka qenë fituesi i mbrami kupës, edhe mandej nuk është mojt kupa, e Fush Kosova ka qenë kampion i ligës krajinës. Kështu që jemi mbledhur, si jemi mbledhur, pa fanela, pa asgjë, kemi shkuar në Split, na është paguar gjithçka financiarisht, gjithçka mirë ka qenë, mikpritja ka qenë fenomenale, trajneri i asaj kohë Pop 84 ka qenë Željko Pavličević, kryesia e klubit na ka pritur shumë mirë, sikur të ishte ndonjë ekip me renome në atë kohë në Evropë, gjithçka ka shkuar mirë, po kur ka ardhur puna te fanelat e gjithçka, e kanë parë që nuk i kanë të gjithë të njëjtat fanela. Dhe njëri prej atyre punëtorë, me siguri me sugjerimin e kryesisë, thonë shkojnë në depot e Jugoplastikës, edhe pse në atë kohë ka qenë Pop 84, edhe merr një fanelat edhe me ato fanela paraqit në këtë ndeshje kundër Pop 84, dhe me fanelat e Jugoplastikës kemi luajtur në ndeshje. Ajo ndeshje ka qenë e rëndësishme për Pop 84, nga se dhe në atë kohë luftonin për titullin e kampionit, dhe Savić ka qenë një basketbollist të rëndësishëm të atij ekipi, ka qenë i dënuar, dhe kështu që me një ndeshje do të kalonte dhe do të përfundonte atë dënimin që e ka pasur. Ka qenë atë ekip, ka qenë Perasović, Sretenović, ka qenë Zhan Tabak, Kukoc, do thot një ekip Naglić, ka qenë një ekip fenomenal. Kërkesa e vetme ndaj meje e Željko Pavličević ka qenë që mos lëndohet në një lojtar i ynë gjatë zhvillimit të ndeshjes. Ne kemi filluar mirë, po në përfundim të lojës ka qenë dikun 50 pikë dallimi, dhe nuk ka qenë kjo befasi, duke pas parasysh me çfarë ekipi jemi përballë në atë kohë. Ndërkohë, në Prishtinë resetohet gjenerata edhe tentohet marrohet një projekt prej zeros me synive të mëdha, edhe mu sill një ekip rreth Mark Rodićit,
Arben Krasniqit edhe vëllezërve Maxhuni, plus minus edhe do tjerë, këta krejt kanë qenë prej 17 deri 21-2 vjeç. Besimi ka qenë pak më i vjetër, nashta ka pas 24 në atë kohë. Ekip që synon seriozisht shumë, synon nashta me bodi që kanë ligë të parë B edhe me shku lartë. Prishet, fillon lufta, prishet Jugoslavia edhe duhet mu zhvillu kampionati i Republikës Kosovës, që kanë thonë atë kohë. Qysh janë kujtimet kur është themelu Federata e Basketbollit, a ki qenë në kontakt me njerëz, po besoj që në krye ki pas, ose me bo karierë në jashtë basketbollit, diçka. Edhe ndërkohë, edhe Kosova më vetësohet, themelohet Federata e Basketbollit e Kosovës, cilat kanë qenë kontaktet e para me njerëz qysh është qa kujton prej kohës themelimit Federatës, edhe kur ka ardhur ideja ose ftesa ose nevoja me u kthym parket prap, me lutën salla shkollave fillore. Ndeshja e parë ka qenë kundër Yllit në Bellanic, aty më kanë ftuar, nuk e mbajnë mend se kush më ka ftuar, dhe me njerë kum pranuar atë ftesë dhe kemi zhvilluar ndeshje, e patëm fituar ndeshje. Më pas, dal nga dal, kuptoj që është themeluar, ka fillua punën Federata e Basketbollit të Kosovës, kryetari i parë ka qenë Isuf Lumini, miku imi shumë i mirë, dhe më pastaj edhe është interesant që kanë filluar garat për të zhvillohen, të luajnë prapë në për sallat e shkollave fillore që nuk i kanë plotësuar as kushtet minimale, përveç kjo Bellanicës që ka qenë vërtet, përveç që ka qenë embuluar dhe ka pasur parket, nuk ka pas mundësi që të zhvillohet një ndeshje normale. Po e njëjta ka qenë edhe në Pej, ku vija e fundit kanë qenë në momentin ku topi ka dalë jashtë nëse ka prek murin, apo ndonjëherë prej nesh e kemi prek murin. Pastaj ndeshjet e Prishtinës janë zhvilluar në shkollën Iliria, dhe aty kemi zhvilluar aktivitetin. Pastaj vjen te puna e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Unë në atë kohë kisha një zyre ku punojsha, ku na kishin larguar gjithë, megjithatë kemi pas mbetur shqiptarë, vetëm edhe aty nuk na pengohet e askush, dhe aty është zhvilluar gjitha ato mbledhje për të organizuar ekipet, për të organizuar kampionatin, dhe gjithmonë këto ndeshje janë zhvilluar normalisht për atë kohë, nga se ka pasur edhe rivalitet shumë të madh ndërmjet ekipeve, se cili ekip është menduar që të organizohet sa është më mirë, si ka qenë koha. Federata e Basketbollit të Kosovës më pastaj bën një ndryshim sa i përket kryesisë apo bordit të atërshëm, dhe bëhet një bord tjetër ku në kryetari asaj kohë bëhet Belul Beçaj. Unë kam qenë edhe antari i bordit në atë kohë, mbledhjet janë mbajtur te unë, administrata komplete e basketbollit ka qenë te unë, regjistrimet e lojtarëve, gjithçka ka shkuar nëpërmjet meje me maqina të shkrimit, me disa karton që ka qenë aty, dhe e kemi bërë dhe një farë mënyrë është organizuar dal nga dal, duke kaluar vitet në atë periudhë të vështirë, duke u normalizuar në një farë mënyrë organizimi e këtyre ndeshjeve. Ka pasur të lashe, ka pasur probleme në zhvillimin e këtyre ndeshjeve, është dashur që të fshihemi, të bëjmë diçka që mos të pengohemi në një farë mënyrë në këto zhvillimin e ndeshjeve. Më kujtohet një ndeshje kundër vllazënimit në Iliria, dhe ishinim disa policë që ishin në rrugë atje, dhe shikonin se diçka po ndodh, nga se kishte shikues të shumë dhe zbresin. Dhe ne çfarë bëjmë? I marrim 2 gola, të kësit në edukat fizike, atë golat e vogël, edhe ishin disa fëmijë aty që shikonin ndeshjen, i futim e gjujmë një top, edhe vinë atë, çka ka këtu një turnej futbolli këtyre djemve,
basketbollistët largohen në për to zhveshtore, shkojnë ata e zhvillojmë dhe e përmbyllim ndeshjen. Në momentet tilla ka pasur shumë, mu ta përmendi dhe një moment shumë i vështirë ka qenë në Vaganic, në Mitrovic, kur kemi zhvilluar takimin kundër Trepçës. Madje unë nuk kam qenë shumë i interesuar, i kam pas dikun 39 vjet, nuk kam qenë interesuar të zhvilloj ndeshjet, të jem pjesë e ekipit, nga se ka pasur edhe shumë lojtarë të ri. Atëherë isha edhe kryetari i klubit dhe e zhvilloj atë ndeshje, futet njësia speciale aty, nga ndërpret ndeshjen, kalojnë më keq Veton Kajtazi, pastaj Osman Breca, Mehmet Ahiri që ishte kryetari i klubit basketbollistik Trepça, Azem Hoxhaj e merr procesin e ndeshjes e gëlltit, kështu që ka pas gjëra dhe Mehmet Ahiri më pastaj dënuar me 10 ditë burgim, do thotë një periudhë shumë e vështirë për ta zhvilluar sportin ashtu si kemi dashur dhe vinë më pastaj kohrat më të mira. Po, mirë po, është interesant kur kthehesh si lojtar aktiv, ç'ti ekipi të ri, Arbeni, Marki, që kryesisht po them teenagjera, juniora, mandej shkoni Lera Stavileci. Jo, dhe ma herët po. sezonin e parë, veç Arbenin, Marki, shkoni tash ti, Karabegi, Afrimi Ismaili, bëhet një farë, ju jepet edhe muskuj, edhe përvoj, edhe zemër, edhe luhet finalja me vllaznimin në Gjakov, ata qytetërisht e majnë kontrollin e sallës, vetëm çfarë ndeshje është luajt në sallë që duhet, aty qenë finale e Republikës, Kosovës. Më duket që ka qenë finale e parë. Edhe, ki pos ide që është në fanë gjore historike që je kampion edhe i Republikës, a veç ka qenë edhe një ndeshje, qështë kujtën qatë finale, qatë atmosferë, më duket Hektori edhe Buki kanë qenë refera, vllaznimi ka qenë qaj ekip, kogja ekip i mirë, përveç na i Majrizit, kretë përbërja Ligës parë B, Shimi, trener, edhe këne keni qenë ju më duket Masari, trener. Po, ka qenë përjetimi veçantë, pa dyshim në kohën kur gjithçka ndalohej në Kosovë, e vetmja mënyrë për ta zhvilluar një ndeshje ka qenë kjo Shani Nushit në Gjakov kundër vllaznimit. Nuk di, ndoshta nuk e kemi pasur atë përjetimin çfarë kemi tani për atë kohë. E kemi marrë si një ndeshje ku jemi larguar nga sistemi i kaluar, kemi zhvilluar kampionatin ton, ka qenë një ndeshje, mund të them shumë interesante, nga se përfundimi ka qenë shumë interesant, nga se atë ndeshje kemi fituar me 1 pikë dallim, rikthimi im pas një pauze nga pensioni në farë mënyrë e imi dhe i Karabegut, kemi dashur që të kontribuojmë që të fusim në ekip shumë të ri që ndoshta kanë hezituar në atë kohë, kështu që në farë mënyrë kemi arritur atë, por edhe ekipe tjera e kanë bërë gjëra të mira në atë kohë për basketbollin. Më kujtohet që kemi fituar me 1 pikë, mirë po e kanë bërë një gabim për ta fituar ndeshjen, për të mos pasur problem, dërgoj një top të gjatë në kundërshtor, ndërpritet, topi nga basketbollistët e vllaznimit, dërgohet topi deri te Naim Hajrizi, po të gjuante, po të shënonte do ta fitonin titullin basketbollistët e vllaznimit, por nuk shënon, kështu që fitojmë atë ndeshje, kur e kujtoj tash disi kujtim tjetër kam dhe mendoj që ai ka qenë një fillim i ynë, kontributi ynë, qasja ynë ndaj sportit, dëshira për të kontribuar që edhe basketbolli në një farë mënyrë ta mbaj veten, sikurse edhe arsimi edhe gjithçka që ka pasur mundësi që të mbahet në këmbë për kohra shumë të mira, dhe pse kemi menduar që shumë gjatë do të kemi këtë zhvillim të basketbollit në të ardhmen, por edhe në atë kohë kemi qenë shumë entuziast të mëdhej
sa i përket lojëve, sa i përket organizimit e gjithçka tjetër që ka mbretëruar në këtu. Nikosisht, prapi bjen do prej bashkëlojtarëve tu tash në pozita tjera, po insistoj edhe pak në qëtë pjesë, po tentoj me nxerr edhe emocion, edhe mu tentu mu kthy në kohë çka po dume, po për shembull Baldeti bo trener mbej, bo trier kampion i Kosovës, po nuk ndronë në kry njeri, nuk ndronë në temperament, e shkakton një incident me bashkimin përjashtohet prej ligës, edhe në atë kohë kanë pas këso probleme, po e bën një gjenerat mirë. Loci Kasapolli, 2 Grapçt Begolli, Salla Begolli, Arjanit Shala, Milaj Mukaj, kur i shet që ashtu fmit, kushtimisht me thonë ka 2 metra, të mos pas mundësi mu zhvillu, kënej kanë qenë Arben Agaj, ka qenë Arbeni Krasniqi, Marki, lojtarë cilët kanë mujt me bo diçka, lojtarë cilët jonë dok ma mirë se ju, kanë qenë ma të gjatë, seleksionimi ka qenë ma i mirë, edhe i shët të i qu vjetë dëmë, në shkolla fillore, ka qenë, si di, obligim shtesë për ju, mu mundu me sakrifiku për ta, që rrugë përjetu rrita e së të në fëmijë. Ajo që na ka shtyrë për të kthyer në basketbol, këja ka qenë për të inkuadruar basketbolist të ri, për t'ju dhënë shembull atyre që ne nuk friksohemi, ne jemi për të zhvilluar ndeshjet e basketbollit, edhe prindrit e tyre ndoshta nuk kanë hezituar, më kujtohet Arben Fito, tashmë kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, në atë kohë ka qenë 15 vjeçar, më duket, apo 16, si do të jetë. Pastaj ka qenë aty Blenan Savileci, Burim Maraj, Baton Murati, e shumë të tjerë ndoshta i harroj. Mirë po, në atë përbërjen e ekipit kam qenë edhe unë. E trajner ka qenë Ibrahim Karabegu, bashkëlojtari imi shumë vjeçar. Dhe jemi mëduar në familje për ta ngritur, për të ngritur këta lojtarë, njëri për atyre që ka pasur mundësi të zhvilloj karrierën e tij si basketbollist ka qenë Arben Agaj, mirë po edhe në ato kushte të vështira ka mbetur, ka shkuar pak në Zagreb, është kthyer, kështu që nuk ka bërë asgjë më tepër sa i përket basketbollit. Ka qenë momente kur jemi gëzuar, gjithë ta basketbollist, të asaj kohë i kemi thirrur me një nov këtyre njomakët. Njomakët, se cilët vërtet kanë bërë punë të madhe dhe si duket kanë qenë lojtar apo nxënës të asaj shkolle apo të atyre lagjeve për rreth që kanë pasur më të lehtë për të ardhur në shkollën Iliria dhe është bërë një ekip i ri me perspektivë, siç e përmendet edhe Peja ka pas po ashtu një ekip mirë, por edhe Trepça, edhe Bashkimi, edhe Vllaznimi, kështu që janë organizuar mirë edhe ekipe tjera, ka pasur shumë lojtarë të ri të cilët kanë zhvilluar edhe ndeshjet edhe më pas përfundimit të luftës. Do thotë lojtarë që janë pjekur në kushte të vështira nuk kanë mundur të zhvillohen shumë si basketbollistë, edhe pse disa prej tyre kanë qenë shumë perspektiv. Një pyetje jashtë kësaj, po më intereson të qenë qytetari i Prishtinës të jetu në qatë realitetin e çuditshëm të viteve të 90-ta, KK-Fagar, që fush Kosova, mrin me lujt mandej në ligë të parë, të Jugoslavisë, Despotovici, Tomashevici, Shejoti, lojtarë të cilë keni lujt në ligë dytë me ta, lojtarë që nashta e keni ditë që jeni një nivel, ose më të mirë, a ka pas çfarëdo komunikimi, a ka pas ndaj farë ideje, ose ndaj farë, s'po thëmë diçka ma shumë, po thjesht mundësi me kuptu që janë shansat humbuna për me bo diçka në 90-tat, ku ndërkohë shpërthem basketbolli, vjen NBA, fillon mu transmetu në televizion të Serbisë, besa mas sankcioneve këta shpërthejnë, mbrinë Serbia edhe suksese të mdhaja ndërkombëtare, apo ka qenë ketë ndamas, ka pas as komunikim sportiv, as njerëzor, as të kujton diçka. Në momentin kur ne jemi larguar nga palestrat e sporteve, unë nuk i kam vizituar as një ndeshje të këtij ekipi që ka qenë në ligën e parë, nuk e kam shikuar. Është e vërtetë që nuk e kemi pasur komunikimin çfarë ka qenë para suprimimit autonomisë së Kosovës, pra nuk ka pasur komunikimi, kemi vazhduar ne
gara tona nuk jemi kthyer, ndoshta ndonjëri ka shikuar atë ndeshje, unë për veti nuk kam futur në Pallatin e Rinisë një kohë shumë të gjatë deri pas përfundimit të luftës. Do thotë komunikimi nuk ka ekzistuar të unë dhe disa kolegët e mi, nga se kemi parë që po na bëjnë diçka që nuk e kemi merituar në një farë mënyrë për të qenë edhe ne për ato palestra sportive. Politika e asaj kohe ka qenë që t'i largohen shqiptarët jo vetëm nga palestrat, nga sporti, por edhe nga puna, gjithçka një farë mënyrë ka qenë një apartheid i atëhershëm i Serbisë, kështu që ne nuk e kemi pranuar, por nuk kemi pranuar edhe të komunikojmë me këta basketbollistë të cilët kanë qenë në atë kohë. Ndoshta ndonjëri prej tyre ka pas dëshirë, por edhe ata kanë hezituar që të komunikojnë me ne, të bashkëbisedojnë në për çfarë po kalojmë ne, por edhe ata që kanë luajtur në elitën e basketbollit të Jugosllavisë. Organizimi në asaj kohë ka qenë i tillë që një ekip nga Kosova të shkojë në ligën e parë, kështu me radhë, mirë po neve nuk na ka interesuar shumë ajo. Ne kemi qenë të orientuar që të fusim sa më tepër basketbollistë të ri, sa më mirë të organizohemi, që një farë mënyrë të tejkalojmë gjithë ato probleme që na kanë përcjellur gjatë atyre viteve, edhe për t'ja lehtësuar edhe atyre basketbollistëve të ri, të cilët kanë mund të relaksohen në një farë mënyrë duke u marrë me basketbollistë, nga se e dim se në çfarë kushte kanë zhvilluar edhe mësimet e tyre në për shtëpi private kështu me radhë, dhe ka qenë vështirë dhe komunikimi më duket që ka qenë jo i pakt, po s'ka pas komunikim. Njëra për arsyeve pse insistovan që të pyetja është e kom një epizod shumë personal që e kom dëgju një herë për Edmond Rrugovës, i cili kthehet për Amerikës diku 93-ën, 4-ën veç vjen në Prishtinë, edhe lëp me shku në stadion, edhe Jusuf Tortoshi e qënë në stadion edhe qëllon Qëllali që është trener. Edhe është, për mu është tregim për dokumentar që ajo, është shumë epizod interesant qysh njerëzit të cilë nashta dhe kanë lujt bashk, kanë jetu në realitete paralele. Qysh do që të është? Përfundon lufta, edhe nisin 2 epizoda shumë interesante në karierën tonde, një epizod që të ka majt në opinion shumë gjatë, nis kariera si komentator, edhe pse e di që në RTP ki punu dhe ma herët, po mas lufta ka qenë kur fillojnë edhe ma shumë media, edhe fillon mu transmetu basketbolli vazhdimisht. Edhe nikosisht s'ka pas po besoj vajza e madhe ka medal prej 2 ish basketbollistëve, njerëzit e din ose nuk e din që edhe gruaja jote ka qenë basketbolliste, edhe përfshirsh me Universitetin Deshtës, për shkak se përfshirsh në karrierën e Dorontinës. Ka me janis, prej transmetimeve në ashtat para? Transmetimet e para kanë qenë, para se të fillojnë transmetimet, jemi mbledhur ne që ishim në kryesinë e klubit në kohërat e vështira dhe morëm vesh që të bëjmë diçka më ndryshe për të sjellur shikuesin, për të bërë basketbollin më interesant. Unë vendosi që të bëj këto radio komentimet me telefona mobil. Pas ftesës të ndjerit Agim Binaku, i cili më fton dhe thotë do të ishte mirë që të komentoj ndeshjet me telefon. Unë e pranoj duke pas parasysh atë dëshirën time të madhe për të kontribuar që basketbolli të merr hovë pas rikthimit tonë për palestra sportive, dhe filloj me komentime. Madje një numër për tyre tregojnë që në veturat e tyre ku i kanë dëgjuar këto komentimet e mia në radio, këtë popularitet që në atë kohë ka pasur basketbolli, ka dhe tash, palestrat të stërmbushura janë kthyer dhe kanë shkuar nëpër palestra. Kështu ka ndodhur jo vetëm në Prishtinë, por edhe në qendra të tjera. Ka qenë vështirë të transmetosh ndeshje me telefona mobil, nga se ka ndodhur shumë shpesh që bateria të lëshonte
ishte edhe telefoni tjetër rezervë. Për 1-2 vite kam komentuar dhe kam pasur shumë kënaqësi dhe përjetim që po bëj diçka për basketbolin. Madje duhet ta përmend edhe këtë pas bisedave që kemi bërë për të bërë diçka më interesant, ka qenë edhe ndeshja e parë që është zhvilluar në Prishtinë dhe jemi të buar dhe kemi kërkuar nga Gazmend Pallaska që ta këndoj himnin kombëtar. Dhe ajo ka qenë diçka që nuk harrohet asnjëherë, jo vetëm Gazmend Pallaska, por gjithë ata adhurues të basketbollit që kanë qenë palestër e kanë kënduar himnin dhe ka qenë një përjetim shumë i madh. Dhe në atë kohë kemi luajtur kundër Trepçës. Trepça ka qenë një rival i jonë i përbetuar në këtë ndeshje dhe aty ka filluar edhe basketbolli të merr hovë, shikueshmëria të jetë e madhe. Mund të them që ndoshta unë kam qenë ai që ka kontribuar paksa në këto radio komentimet, duke falendëruar gjithmonë një miku ton të përbashkët, Agim Binakut. Edhe po insistoj edhe pak të kjo pjesa e karrierës si gazetar, i kthehem Dorëndinës dhe Universitetit dhe troka ligës prap. Për shkak se Nistenishi rritet shumë shpejt, hapet televizioni, fillojnë transmetimet edhe në televizion. Edhe qëllon që ashtu që shefa të redaksive ka qenë Agimi, i cili ka përkrah edhe ka insistuar në transmetimet basketbollit, ka qenë Agoni Nikon KTV, edhe kur ka qenë Andini shef, Agoni ka insistuar në transmetime, edhe ka qenë Kasapolli në RTK, edhe 3 televizionet kanë transmetuar basketboll. E di që nuk jeni koordinuar në Medveti, e di që ka qenë rivalitet burimore edhe rivalitet. Edhe mandej me Agonin shndrohet në një marrëdhënie që zgjat edhe sot. Qysh është që ky fillimi që ka nisë me transmetimet të NBA-t, po mdoket, edhe mandej ka vazhduar edhe sot. A mundesh me na kalu në për qito 20 vjet edhe konkurrencë edhe shoqënime me Agon Femiun? Po. Më të them që pas këtyre radio komentime vjen ftesa tjetër për qenë pjesë radio televizionit 21 që pranoj me shumë dëshirë. Aty kam kontribuar, mendoj, mjaft duke pas parasysh hapësirën që ma ka dhënë Agim Binaku me këto transmetime, pastaj edhe me emisione që janë kushtuar basketbollit. Ka qenë emisioni bonus që ka qenë shumë i shikueshëm, në anën tjetër ka qenë asisti dhe nuk e kemi pasur të njëjtën ditë këtë emision, mirë po janë shikuar të 2 emisione, ndoshta kemi pasur ndonjëherë rivalitet si në çdo lëmi të jetës për të avansuar më shumë. Kemi transmetuar mjaft ndeshje, kemi udhëtuar me veturat tona në për këto ndeshje gjithmonë për të qenë afër shikuesit. Rivalitet ka pasur edhe Agoni, edhe unë, edhe Agim Kasapolli, kështu që mirë po e rëndësishme ka qenë që basketbolli ka avansuar edhe shikueshmëria ka qenë shumë e madhe në këto transmetime të drejtë për drejta. Një farë mënyre unë bëm komentator me një vullnet shumë të madh, duke pasur dëshirën që basketbolli të jetë ai që ka qenë në atë kohë. E sa i përket, e përmend edhe një fakt tjetër që më kthe mbrapa në kohën e paraluftës, është fakti që kam qenë njëri për iniciatorëve kryesor për formimin e ligës së femrave në atë kohë, edhe kam kyçur edhe kuadruar aty edhe Dorëntinën, vajzën time, po ka qenë aty edhe Elvira Dushku, Lerta Berisha, Vlora Bra, Teuta Blla, basketbollistët të cilët kanë bërë hapat e parë në atë kohë dhe jemi të buar. Mirë po një falënderim i veçantë shkon edhe për 2 profesorët e edukatës fizike që gjithmonë i përmendi kur kujtoj këtë kohë. Është Adnan Kraja i Prizrenit, një trajner i përkushtuar, entuziast i basketbollit, sidomos i femrave, dhe Selami Sokoli, i cili ka qenë profesor i edukatës fizike në shkollën e Tokbashës, po më kujtohet cila është ajo. Kështu që aty kanë filluar e me pastaj vinë ato momentet e inkuadrimit të universitetit në ligën Trokall.
Gjergj Fishta i vjen të këvash. Gjergj Fishta. Gjergj Fishta. Branislav Nushi që kom përbara. Universiteti vjen në Trokall që është alamet like. Vjen Zhelko Ciglar, vjen alamet lojtare të huja, prap, përvoj interesant edhe me transmetu qysh është që kjo, a ki paramendu që kemi transmetu ndeshjet dvajzës tonë, a ki paramendu që vjen qash shpejt edhe edhe si sfit personale, po edhe si nivelli lojës, ka ligë e forës. Unë kam qenë edhe trajneri i universitetit, madje për herë të parë, universiteti në kohën time ka fituar titullin e kampionit dhe ka fituar kupën, madje në atë vit jam shpallur edhe trajneri më i mirë i femrave. Një bashkëpunim shumë i mirë i kryesisë të atëhershme të universitetit së bashku me Radio Televizionin e Kosovës, i cili ka ndihmuar mjaft edhe financiarisht ekipin e universitetit. Vjen një ekip për të përballur me ekipet nga Bosnia, nga Kroacia, nga Slovenia, nga Austria, një ligë, një shpërthim i basketbollit të Kosovës duke dalur nga kufit e Kosovës për të marrë pjesë në një rang të tillë. Dhe duke pas parasysh që përvoja nuk ka qenë shumë në anën e vajzave tona, ajo ndashur përforcimet jo vetëm në kuadrin e lojtarëve, por vjen edhe Zhelko Ciglar, një emër i njohur i asaj kohe në basketbollin e Kroacisë, mirë po edhe jashtë, dhe vjen shumicën e lojtarëve i vjen nga Kroacia, më pastaj vijnë edhe disa lojtarë nga Çekia, pastaj nga Belorusia, mirë po nuk duhet harruar në asnjë moment edhe kontributin e Mirza Alibegajt, e cila vjen nga Shqipëria dhe ishte njëra ndër lojtarët ndoshta më të mira. Në atë kohë vajza ime luan më së tepër me minutazhin më të madh e ka nga lojtarët shqiptarët që kanë qenë në universitet. Mirë po aty vjen edhe luan edhe Elvira Dushku, her pas here edhe Teuta Abdullahu, mirë po vjen një lojtare e re. Kjo është Arnore Përquku, e cila futet dhe fut në lojë. Do të thotë ka qenë një vit interesant për basketbollin e Kosovës. Universiteti nuk i ka zhvilluar vetëm deshjet vetëm në Prishtinë. I ka zhvilluar edhe në Mitrovic, ka zhvilluar edhe në Pej, ka zhvilluar edhe në Gjakov, edhe në Prizren, edhe palestrat kanë qenë të stërmbushura që ka qenë një rast i veçantë sa i përket basketbollit të femrave të ketë shikëshmëri të tillë, andaj edhe ekipet të cilat kanë luajtur në atë kohë në Trokall League mezi kanë pritur që të zhvillojnë takimet me universitetin këtu në Kosovë. Edhe vazhdon në RTK karriera deri në 65 vjet, për shkak se po hezitoj me përdor termin pensionim, se peshoj që i hala aktiv. Ndërkohë, vinë edhe ngjarje tjera të mëdha. RTK-ja edhe për shkak statusit si televizion publik, edhe për shkak të orientimit në kohë tonë transmeton kampionate botërore, transmeton lojëra olimpike. E kishën një përvojë më herët të transmetuar NBA ligën në 21 edhe krijohet redaksi e mirë, do në zemër Arbeni, Berisha, ndiko vinë edhe komentator tjerë që bojnë CV-a impresive, transmetojnë ngjarje të mëdha, qyshe krijon, qyshe kujton ma mirë me thonë, zgjerimin e qasaj redaksie, edhe do për ngjarjeve të mëdha që i keni transmetu do prej lojtarëve ma të mirë në histori, do prej momenteve historike. Do të kthejmë pak se mbeta borxh sa i përket bashkëpunimit me Agon Femiun. Në atë kohë, unë isha pjesë e Radio Televizionit Jestenia, ishte i KTV-s, dhe i transmetonim ndeshjet e NBA. Doni të premte ne, javën ashme KTV-ja kështu, dhe vjen momenti kur të finalet. Tash si do t'ja bëjmë me finalet, të ishte interesant edhe për shikuesit e televizionit Jestenia, por edhe për shikuesit e KTV-s. Edhe unë jap një ide Afrodita Saraqinit, drejtoreshës Radio Televizionit Jestenia, i them që do të ishte mirë që në studion tonë apo të KTV-s të transmetonim së bashku ndeshjet e NBA këto finale. Dhe i duket ide interesante, komunikon me KTV-n dhe
pajton dhe kemi transmetuar dhe kemi komentuar së bashku dhe prej asaj kohe kemi një bashkëpunim edhe tash. Sa i përket kalimit në Radio Televizionin e Kosovës, kjo bëhet në vitin 2003 nga Radio Televizioni 21, marrë një ftesë nga RTK-ja për të qenë udhëheqës i redaksisë së sportit në këtë televizion, një televizion i cili në atë kohë i transmetonin ngjarjet më të mëdha botërore, qoftë në futboll, në basketboll apo lojrat olimpike. Kaloj në Radio Televizionin e Kosovës, ku aty e gjej Arben Berishën, kolegun tim, apo ish kolegun tim, dhe Visardulin. Kisha marrë informacione që Arben Berisha është një gazetar shumë i përkushtuar, mjaft i ri për atë kohë, megjithatë i përkushtuar. Pas 2 muajsh kur e marr bën shefi i redaksisë së sportit, bëhet konkursi dhe në atë kohë vjen edhe Artan Muhaxhiri dhe Skënder Blaka. Edhe kompletohet një mënyrë redaksia dhe kemi mundësinë më pastaj në vitin 2004 të marrim shumë ngjarje sportive dhe pse ekzistonte Premier Liga në atë kohë në Radio Televizionin e Kosovës, marrim shumë ngjarje, marrim sërish NBA, marrim për ta transmetuar edhe Euroligën e basketbollit, pastaj Ligën e Kampionëve në futboll, edhe shumë kampionate tjera, apo në vitin 2004 vjen edhe kampionati evropian i futbollit ku Greqia bëhet kampione e Evropës. Shumë ngjarje, shumë momente interesante, dëshire e madhe për të punuar ka qenë të gjithë këta kolegët e mi, të cilët me përkushtime kanë bërë këtë punë dhe kemi dalur me shumë sukses, mirë po për të pasur sukses një redaksi e sportit në një televizion duhet të ketë shumë ngjarje sportive. Atëherë shihet edhe niveli, përgatitja e gjithë atyre që punojnë aty dhe më duket që kemi punuar me mjaft përkushtim deri në vitin 2021 kur jam pensionuar. Kam qenë shefi i redaksisë sportit, më pastaj me bërë dhe program. Më kujtohet, ndoshta duhet ta përmendi këtu, ke pasur ftesë edhe nga unë për të bashkangjitur Radio Televizionit Kosovës, gazet ke punuar si gazetar i sportit, mirë po rrethanat kanë qenë të tilla që për fat të mirë tëndin apo për fat keq timin që kam dashur të kem në Radio Televizionin e Kosovës, ka ndodhur diçka e tillë dhe tani orientimi yt është krejtësisht tjetër. Si do të jetë mbaj mend kujtime të bukura, nga se kur është kushtimi i mirë për të zhvilluar diçka të mirë, kur e ke brumin e mirë, kur e ke një kampionat evropian apo të futbollit apo kampionat botror apo Ligën e Kampionëve, atëherë vetëm duhet modifikime dhe duhet ta mendosh veten si shikues për të pasur atë idenë se çfarë ti kërkon nga transmetimet e tilla, çfarë ka pas. Kam ideuar ato emisionet e Ligës së Kampionëve, madje disa më kanë thënë pse bendi, unë kam menduar që ti inkorporoj edhe gjinin tjetër apo edhe të tjerët që nuk kanë dëshirë shumë për ta shikuar futbollin, të jenë pjesë, të shohin se kush këndon, kush është mysafer. Madje në atë kohë i kam ftuar edhe personalitete apo njerëz të cilët nuk kanë qenë të fushës së futbollit, nuk kanë qenë të fushës së sportit, kanë qenë të aktrimit, kanë qenë të politikës, gjithë farë profilesh kanë defiluar në këto emisione dhe më duket që kanë qenë një periudhë shumë e suksesshme i transmetimit të këtyre përballjeve, madje në një finale kur Liverpooli luante kundër Milanit, bendi i Radio Televizionit të Kosovës me insistimin e drejtorit të atëhershëm Agim Zatriçit, i gjithë bendit prej 22 vetë gjenden në studio, 10 mysafir, 2 analist, unë do thotë më njëherë mobilizimi ka qenë krejtësisht tjetër kur ka dhënë urdhër drejtori i përgjithshëm, përndryshe kemi pasur probleme jo me mikrofon ose me zërim ose me diçka tjetër, mirë po kur vjen urdhri nga lart, atëherë gjenden edhe mikrofonat, edhe gjenden gjithçka sa i përket asaj për të dalur një produkt i mirë. Më kujtohet edhe një detaj tjetër, ndoshta po e zgjas, në një
kampionat evropian, luan Çekia kundër Turqisë. Në atë kohë ftoja edhe ambasador, edhe njerëz të cilët ishin të lidhur me ndonjë shtet ku i zhvillonte ndeshjet. Vjen i Turqisë, i Zyrës, atëherë nuk ka pasur ambasadë, i Zyrës së Turqisë si mysafir, zhvillohet ndeshja Çekia kundër Turqisë. 2-1, dikun 5-6 minuta deri në fund të ndeshjes, kur gjithçka mendojmë se Çekia do ta përmbyll këtë ndeshje me fitore, ndodh një ndryshim në rezultat shumë shpejt dhe fiton Turqia rezultat 3-2. Një grup i tifozëve të Turqisë vinte dera radio televizionit të Kosovës dhe më thonë në vesh regjia janë të bërë një numër shumë i madh i tifozëve po dëshirojnë të futen brenda. I thash futeni brenda. Po, janë futur brenda, është krijuar një atmosferë shumë e bukur në aty dhe e kanë festuar fitoren e Turqisë kundër Çekisë dhe në studion e televizionit të Kosovës. Përfundon edhe që ky epizod në kohën kur edhe tregu televiziv ka ndryshuar shumë. Në momentin që janë themelu platformat një kohë digitalbe ka dominu tregun, mandej platformat tjera sportive kanë pas gati monopol në blerje drejtave, s'është as transmitimi, as drejtat televizive këto që kanë qenë, njerëzit e kanë përshtypjen shumë pozitive, e kryesisht e kanë si komentatorë se nuk të mohojnë mend ashta si lojtar, po flas gjenerat. Edhe për emisionet e Ligës Kampionëve. Po. Alisi, kur del në pension, mendon që askush nuk e kthen kokën nga ti. Shumë shpesh jam dëshpëruar, zgënjyer kur kam shikuar ndeshjet e Prishtinës. Në ulset kryesore kanë qenë fytyra të muzikës apo gjithçka tjetër. Ne që kemi kontribuar, kemi luajtur basketbol, kemi dhënë atë që është dashur ta japim, ne shkojmë diku në fund. Megjithatë, pas ftesës të cilit më ka bërë Agon Femiu në emisionin e tij Asist, kanë ndryshuar gjërat. Kanë ndryshuar gjërat nga se shumë shikues, shumë njerëz të cilët i mbajnë mend ato komentimet e mia të basketbollit në këto kampionatin e Kosovës, kanë dashur që të më dëgjojnë edhe një herë, të jem në këto transmetime të drejtë për drejta, dhe kjo i ka rënë vesh edhe Agon Femiu, i cili më ka ftuar që të jem pjesë e këtyre ndeshjeve të basketbollit, sidomos këtyre ndërkombëtare, nga se kam kërkuar që të jem në këto ndeshje ndërkombëtare, nga se nuk kam dashur që të jem pjesë e komentimeve ku një grup i tifozëve mendon që unë anoj për një skuadër tjetër, apo një grup i tifozëve mendon që po anoj për skuadrën tjetër. Këtë përvojë të keqe kam pas gjatë komentimeve në Ligën e Kosovës, nuk kam dashur të përsëritet, nga se as nuk e kam moshën, kam dashur që në një farë mënyre të jap një kontribut dhe gjithë ata që më kanë përcjellur në të kaluarën ta dëgjojnë edhe zërin tim me një analizë që kam pasur së bashku me Agon Femiu. Transmetimi i parë apo komentimi i parë pas një kohë të gjatë ka qenë në PEI, në ndeshjen ku PEI ka zhvilluar në ndeshjen ndërkombëtare në atë Europa Cup, dhe ka qenë një paralajmërim i mirë i Agonit për këtë komentim pas 20 apo 30 vjetë, nuk më kujtohet sa ka qenë pas atyre ndeshjeve të NBA, të jemi në bashkë komentim në një ndeshje të basketbollit që zhvillohet në Kosovë, dhe Fatmir Gashi, tani nënkryetar i Federatës së Basketbollit të Kosovës, na jap mirënjohje dhe mirënjohja na jepet dhe të gjithë tifozët, sa ishin, dikun ishin 2000 veta në palestrën Karagaq, ngritën në këmbë dhe na duar trokasin, ishte një përjetim shumë i madh për mua. Vazhdoj të shkoj në këto ndeshjet e basketbollit, nga se kam dëshirë jo t'i shoh në drejt për drejt në televizor, po kam dëshirë që të jem pjesë e këtyre transmetimeve. Mirëpresin shumë mirë në Mitrovic, në Gjakov, sidomos në Gjakov. Pastaj kam një farë dobësie për Gjakovën, sa i përket zhvillimit të sportit, ka pasur probleme Gjakova, ka probleme ka dhe tani. Mirë po, dishti më lidhë diçka më tepër me Gjakovën, do të thoshte ti
i e dhënë Dërgjakovës, do shta është edhe kjo. Pastaj në Prizren jam i mirë pritur, do të thotë, kur e shes që në për gjitha këto vendet presin ashtu si duhet, ti ki dëshirë më pastaj të jesh gjithmonë i pranishëm. Duke e falenderuar një ish basketbollisti, e ke përmendur më herët, Afrim Ismailin, i cili insiston gjithmonë dhe më fton në cilën ndeshje po shkojmë, dhe hasi në mirë kuptim shumë të madh nga Federata e Basketbollit të Kosovës, i cila i rezervon ato vendet ku duhet të jemi ulur për të shikuar këtë ndeshje. Do thotë nuk shkon javë që nuk i vizitoj këtë ndeshje, e sa i përket komentimeve gjithmonë jam në komentim kur Kosova i zhvillon të ndeshje ndërkombëtare, pastaj edhe ndonjë ekip i cili prezanton basketbollin në Kosovë në këto ligat evropiane. Është kënaqësi nga se një farë mënyre bëri një pyetje një gazetar, tha, si dukesh kështu, si që je, më dukesh ti freskët e kështu. Thash, shpejtnisht kur je mirë, edhe paraqitja jote është ajo që duhet të jetë, dhe sportistët janë krejtësisht njerëz tjerë, ndryshe funksionojnë, ndryshe sillet shoqëria me ta në një farë mënyre respektojnë, nga se një numër i tyre e din se çfarë kontributi kam dhënë. Do thotë me sportin kam qenë i lidhur prej vitit 1970, edhe jam ende me sportin, ky është viti 2025. Është 2025, i përfundum 4 qerek, i përfundum 8 dekada të retrospektivës në basketbol. Është inspirim nashta me vazhdu edhe me diçka tjetër javore, mujore, a është nevoj si mas te me vazhdu mu dokumentu pak ma mirë historia, jo veç e basketbollit, ka qenë knatësi për mu me punu me ty për me dokumentu historinë e basketbollit, se e kemi ditë që njerëzit shoqëri kemi gjallë, do dëshmi faktike i kemi në dispozicion, po amenën që ka edhe sportist tjerë të mlaj dhe tregime tjera mlaj që Rusnia si ja u ka dhonë hakun, nashta është mirë me punu disja në gjashme, dhe qerek 5 jove që overtime. Unë mendoj që një ftesë e ytja për të qenë pjesë e këtij dokumentari ka qenë e befasishme. Më ka pëlqyer me njerë, dhe me njerë të këmë thonë po, unë dëshiroj të jem pjesë e këtij dokumentari që është i rëndësishëm për basketbollin. Ndoshta nuk kemi arritur të përfshijmë të gjithë. Megjithatë është bërë diçka që mbetet në arkivat e Federatës së Basketbollit të Kosovës, mirë po dhe në arkivat e shumë adhuruesve të basketbollit, që në farë mënyre ju kujtojmë se në çfarë ka kaluar basketbolli dhe për të arritur deri në këtë fazë. Unë mendoj që është një rast i mirë që edhe federata tjera të bëjnë kanë se për çka të krenohen me punën e tyre, pastaj edhe me rezultatet e tyre. Unë uroj që pas këtij dokumentarit, të cilin promovimin do ta shohim kur të jetë gati, dhe do të i hapin sytë dhe do të mendojnë edhe ata për diçka të tillë, për të bërë edhe ata, për ta pasur në arkivin e tyre diçka çfarë e meritojnë edhe të gjitha federatat të cilat edhe në kushte të vështira kanë luajtur rol të rëndësishëm. Unë shfrytëzoj rastin që të falenderoj ty që më ke ftuar, më ka dhënë këtë mundësi, më ka dhënë jo vetëm mundësi që të intervistoj basketbollistë të kohës sime, por edhe tjerë të cilët kanë luajtur edhe para meje, por edhe pas meje, një mundësi që rrallë i jepet dikujt, dhe të falenderoj që më ke dhënë këtë mundësi, nga se vërtet e kam njërë vetën shumë mirë për të pasqyruar, për të dhënë atë kontributin tim çfarë e kam dhënë gjatë këtyre viteve sa po bën. 1970-2025 do thotë shumë vjetë sport në Kosovë edhe kryesisht rreth basketbollit. Mirë po jam munduar të jem edhe në për këto ngjarje të shumta sportive që janë të rëndësishme për Kosovën, edhe uroj që në të ardhmen të bën gjëra të tilla të cilat dokumentohen dhe mbesin në arkivat tona. Shkjo funi pjesës lezetshme të punës. Faleminderit shumë.
Faleminderit shumë.